Venko Filipçe spitalet modulare I ka bërë tekstualisht si kuti kartoni që digjen në sekond. Kështu ka thënë Valentin Manasievski nga VMRO-DPMN, siç I kanë quajtur ata, preskonferencat e përditshme për të zbuluar të vërtetën e spitalit modular në Tetov, që u mori jetën 14 personave. Sipas kësaj partie, ish-ministri I Shëndetësisë Venko Filipçe është figura kryesore e kësaj afere dhe siç akuzojnë ata, ai edhe pse e ka ditur se nuk guxon ka lejuar ndërtimin e spitaleve modulare me materiale që nuk janë rezistente ndaj zjarrit. Sipas denoncimeve të VMRO-s, drejtorët e spitaleve mbar vendit e kanë kundërshtuar ndërtimin e këtyre spitaleve modulare. Imeno Artan Etemi. Artan Etemi ish drejtor ekonomik I spitalit të Tetovës, që është I dënuar me 1 vit e 5 muaj burg për rastin e spitalit modular, deri në momentin e fundit ka kundërshtuar që të pranoj dhe të lëshoj në përdorim spitalin modular, sepse ato nuk ishin të pajisura për të ofruar kujdes shëndetësor dhe mjekësor dhe as nuk ishin brenda kornizës së rregullave ligjore. VMRO pyet se përse Filipçe ka shpëtuar nga përndjekja penale dhe se apo e mbron atë prokuroria dhe gjykatësit. Venko Filipçe. Apo e mban prokurori publik Filipçen, përse ish drejtorët e spitalit të Tetovës thanë se fajtori vërtet duhej të ulej pranë tyre në bankën e të akuzuarve. Përse Filipçe ka shpëtuar nga e gjithë kjo situatë, apo punojnë gjykatësit për të, në shenjë falënderimi për mundësinë që të zgjidhen gjykatës. VMRO-DPMN bën me dije se serinë e preskonferencave për rastin e spitalit modular do ta vazhdojnë edhe të hënën, në të cilën thonë se do të shpalosin skandale që kanë të bëjnë me marrëveshjet mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe bartësit të prokurimit publik.